Të dashur qytetarë të Kuçovës, miq dhe bashkombësa në mban Shqipërisë, sot po përballemi me një realitet të hidhur kur denoncon të vërtetën dhe kërkon drejtësi pushtetit kundër vihet me kërcënime dhe presion. Kryetari i Bashkisë Kuçovë, Kreshnik Hajdari, ka ndërmarrë një padi ndaj meje, avokat Arben Langozi dhe qytetarit të ndershëm Arben Polisi, për shkak se kemi guxuar të denoncojmë një skandal tronditës, hapjen e varreve masive në varrezat e qytetit tonë. Ky veprim nuk është asgjë tjetër veç se një tentativë hapur për të friksuar dhe heshtur zërat që kërkojnë transparencë. Në vend që të jap shpjegime dhe të mbaj përgjegjësi për atë që po ndodh në Kuçovë, kryetari i bashkisë ka zgjedhur rrugën e gjyqeve dhe përndjekës ligjor kundër atyre që nuk pranojnë të mbyllin syt. Kjo është një përpjekje e pastër për të instaluar frikën, për të deformuar realitetin dhe për të ndaluar çdo kritik ndaj tij dhe administratës që drejton. Ne pyesim pse një kryetar bashkie ndjen nevojën të hedhë në gjyq qytetarët e tij vetëm pse ata kërkojnë të vërtetën, pse zgjedh rrugën e heshtjes dhe fshehjes, në vend që të dalë publikisht dhe të jap llogari për veprimet e tij. Ky nuk është një sulm thjesht ndaj meje dhe ndaj Arben Polisit. Kjo është një përpjekje për të heshtur çdo zë kritik në këtë qytet dhe për të vendosur një kulturë frike ku askush nuk guxon të flasë. Por le të jetë e qartë për të gjithë, ne nuk do të heshtim. Si avokat, si qytetar i këtij vendi dhe si një njerëz që beson në drejtësi, nuk do të tërhiqem përballë këtyre përpjekjeve për të më friksuar. Do të vazhdoj të mbroj të drejtat e qytetarëve dhe të denoncoj çdo abuzim të pushtetit. Kërkojmë transparencë, kërkojmë llogaridhënie dhe mbi të gjitha kërkojmë drejtësi. Ne jetojmë në një shtet që duhet të jetë demokratik, ku e drejta e fjalës dhe e vërteta nuk mund të ndëshkohen. Përpjekjet për të na mbyllur gojën dhe për të heshtur nuk do të kenë sukses. Sa më shumë të na kërcënojnë, aq më të fortë do të bëhemi, e vërteta do të mbizotrojë.